filozofik. E shkurtojmë pak më në detaje se çfarë faktikisht përmban libri brenda dhe pse ky titull Kafshmeve të Dija. Tek titulli Kafshmeve të Dije, ndonse në të dëgjuarit në fillim mund të duket pak provokues, nuk është as pak ky qëllimi sepse e emërtova kështu këtë vepër. Kafshmeve të Dije nuk do të thotë se unë në këtë vepër e barazoj një njeri me një kafsh, as se si as nuk mund të krahasohet. Mirë po e kemi parasysh faktin ndonjëherë kur një njeri merr disa veprime të themi që ngjasojnë me kafsh. Si për shembull, kemi disa njerëz që ku mundohen të arrijnë disa qëllime të caktuara, mund të bëjnë ndonjë dredhi. Dhe themi është njeri dinak. Dinakria në asocion me dhepër, do me thënë më tepër në këtë aspekt. Po ashtu edhe një dilemë tjetër shumë e rëndësishme që dua ta cek në lidhje me këtë vepër, është fakti se njeriu si qenje me vetdije, pse çdo herë zgjedh të mos jeti vetdijshëm apo ta injoroj atë dijen. Pse shembull çdo herë duam të ndjehemi superior duke e ditur, do me thënë se ne nuk kemi të aftë të pranojmë dobësitë tona në rang të parë. Dhe një person që nuk di të pranoj dobësitë e veta nuk mund të jetë superior. Dhe në përgjithësi ky libër do me thënë shërben për t'i zhveshur njerëzit nga iluzionet e tyre, nga që kafshët jetojnë në iluzione, nga që kur definojmë vetëdijen, nënkuptojmë edhe ndjeshmërinë, përshtatjen, adaptimin. Kafshët po ashtu ndjejnë, përshtaten, adaptohen. Këto janë iluzionet e tyre. Dhe njeriu që të mos krahasohet me të, duhet do me thënë të del nga këto iluzione.